Prej afroj një sezoni nuk luan futboll, por Etrit Berisha ka riveshur Torresat është futur në katërkëndësh, këtë herë në Suedi me Haken, aty ku e nisi me futbollin profesionist. Nuk është Kalimari, por Haken, skuadra e re që ka përfituar shërbimet e veteranit 36 vjeçar, të mbetur pa portierin e parë, Andres Linde, të dëmtuar. Skandinavët odhën syt nga Etrit Berisha dhe firma në kontratë nuk mungoi. Sipas Football Transfers, Linde pritet të mungojë për 2 deri në 3 muaj për shkak të një dëmtimi muskulor. Berisha ishte pa klub që prej largimit në Empoli në verën e vitit të kaluar. E njoh mirë Hakenin, ende ndjek kampionatin të në Suedi ndihem se në shtëpinë time, e di që Haken ka bërë vazhdimisht hapa përpara, prandaj ishte interesante për mua të vija këtu dhe ta ndihmoja klubin të arrijë suksese të reja. Do të përpiqem të ndihmoj lojtarët e rinj. Është mirë për klubin që mund të ndajë gjithçka që ka mësuar nga përvoja ndërkombëtare, tha Berisha mes të tjerash. Riti kishte thënë shpesh se kërkonte të ishte pranë familjes dhe duket se rikthimi në Suedi ishte i natyrshëm për gardianin që ka luajtur me Atalantën, Lazion, Spalin, Torinon dhe Empolin. 163 ndeshje regjistron Etrit Berisha në Serie A, ndërsa me kombëtaren veçon plot 80 herë në katërkëndësh, duke marrë pjesë në finalet e Euro 2016 e Euro 2024. Tani më, pas 12 vitesh në ndeshja fundit me Kalmarin, Berisha kthehet në Suedi dhe këtë herë do të mbrojë ngjyrat e Hakenit.